Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën shpjegimi i emrit të Allahut Gjelleshanuhu Er-Razzaq, pra furnizuesi. Vëllezër të dashur, pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij na thot kështu: Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isma. Allahu Gjelleshanuhu ka 99 emra. Allahu Gjelleshanuhu i ka 99 emra. Illa wahiden, pra 100 pa një, fiksi ka 99 emra. Men ahsaha dakhala al-janna. Kush i mëson këto emra dhe cilësi të Allahut të lartësuar, do të hyjë në xhennet. Kush i mëson, do të hyjë në xhennet. Duke shpjeguar këtë hadith, pejgamberit alayhis salam, dietarët, duke u bazuar mbi tekste tjera, në bëhet e qartë se mënyra, forma më e mirë që unë dhe ty ta njohim Allahun Gjelleshanuhu është mësimi i emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar. Kur unë dhe ti do t'i dim emrat e Allahut të lartësuar, do t'a dim kuptimin e tyre dhe do t'i praktikojmë ato në jetën tonë praktike, t'a dim që vërtet do të arrim në nivelet më të larta të dijes për Allahun, të besimit ndaj Allahut, edhe do të arrim kryesoren që çdo njeri e klipim, e që është lumturia në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër. Ndërsa një prej këtyre emrave të bukur të Allahut të lartësuar është edhe emri Er-Razzaq, që është furnizuesi. Allahu Gjelleshanuhu në një ajet kuranor për emrin e tij Er-Razzaq, pra që Allahu e ka emru veten e tij me këtë emër, këtë emër e përmend në shumë ajete kuranore. Në shumë ajete kuranore. Në njërin prej tyre ai thot kështu: Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Inna Allah huwa ar-Razzaq. Inna Allah huwa ar-Razzaq. Vërtet Allahu është Razzaq, pra furnizuesi. Ai pra vet e ka emru veten e tij me furnizues, pra Razzaq. Dhul quwwatil matin, që është po ashtu pronar i fuqisë absolute. Pra fuqia e tij është absolute, i gjithë fuqishëm. Të gjitha krijesat kanë fuqinë e tyre, mirë po sado që tjetë ajo është e kufizuar, për dallim nga fuqia Allahut e cila është absolute. Me një vend tjetër, duke u na drejtuar Allahu i lartësuar dhe duke na shpjeguar që emri Er-Razzaq, furnizuesi, është nga emrat e Allahut të lartësuar, ai na thot kështu: Warzuqna wa anta khairur raziqin. Pra na mëson
që ne ta lusim Allahun me emrin e Rezzak. Kur të na duhet rizq o vëllezër, kur të na duhet furnizim, është e pëlqyeshme duke u bazuar mbi këtë ajet kuranor, është e pëlqyeshme që ta thirrim, ta lusim Allahun me emrin e tij Er-Rezzak, pra warzuqna, na furnizo. Pse? Wa anta khairur raziqin, se ti je furnizuesi më i mirë. Ndërsa kuptimi i këtij emri të Allahut të lartësuar, pra e pam se veç Allahu është furnizues, është emër i tij me të cilin ai e ka emru veten e tij dhe na lajmëronte në Kur'an. Mirë, ç'kuptimi ka më detajisht emri Allahut Er-Rezzak? Çfarë kuptimi? Kuptimi i tij është ajo se Allahu është ai i cili furnizon të gjitha krijesat e tij nga mëshira e tij për ta. Pra çdo krijesë që ekziston në tokë dhe në qiell, ajo furnizohet, i jepet rrezku, i ndahet rrezku vetëm nga Allahu i lartësuar. Këtë le ta kapim thellë në shpirtin ton edhe në dijen ton, që veç i lumi Allah, veç ai është i cili furnizon. Dhe askush tjetër nuk ju ndan furnizim krijesave të tija që ata të munden të funksionojnë dhe veprojnë përveç Allahut të lartësuar. Kur përmendet o vëllezër rizku, furnizimi, më tepër njerëzit ju shkon në mendje apo e barazojnë furnizimin, rizkun me paren, pasunin. Mirë po kur i lexon ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit selam, kuptimi i rizkut është edhe më i gjerë se sa aq ne e kufizojmë. Po, është rizku, furnizimi edhe pare, pasuni, është në rregull, po nuk është vetëm ai kuptim. Në rizk hyn çdo mirësi me të cilën Allahu të ka furnizu, të ka gëzuar ty. Aty hyn e para pasuria. Rizk është shëndeti. Rizk është shërimi pas smundjes. Rizk është fëmijë të edukuar. Rizk është familje të lumtur. Rizk është kujshi të mirë. Pra çdo mirësi që na jep dhe dhuron Allahu neve, ajo hyn në rizk apo furnizim. Edhe pse kuptimi më i esencial kur përmendet rizku është pra pasuria, por jo vetëm ajo, por se edhe ato tjera që i përmendëm. Në lidhje me këtë, që Allahu ja u jep gjitha krijesave rizkun, veç ai. Dhe se nuk është vetëm pasuria, po janë edhe tjerat. Kemi ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanu thot: "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuqaha wa iyyakum." Dabbe është gjithçka, pra çdo frymor, çdo gjallësë e cila dabe thuhet që i bie tokës, që ecën mbi tokë, qoftë njeriu, qoftë çdo krijesë e cila i bie tokës, ai quhet dabe. Apo? E çfarë është? Allahu thot: "Wa ka'ayyin min dabbatin." Çdo dabe, çdo gjallësë, çdo frymor i cili frymon
La tahmilu rizqaha. Pra, ajet I qartë që e ka prerë çështjen dhe nuk na ka lënë pra më tepër se një interpretim. S'ka më shumë se një interpretim. Çfarë ka thonë? Nuk e mbart dhe nuk e siguron rizkun asnjëra nga krijesat e Allahut vetë. Subhanallah. Shumë qartë na ka bëu Allahu I lartësuar. Asnjëra nga krijesat, asnjë frymor që gjendet në gjithësi nuk e siguron vetë ajo rëskun. Se sigurojmë ne vetë rëskun. Po kush është ai? Allahu yarzuqaha wa iyyakum. Allahu ja jep rëskun, ja mundson që të ekzistoj, të mbijetoj atyre gjithave, po edhe vetë juve. Pra kjo çështje besoj se ne duhet shpesh ta kujtojmë edhe shpesh ta bisedojmë që ka dalë se risku është I Allahut. Askush prej nesh nuk e sjell vetë riskun. Nëse ai nalt nuk ta ka shkruar ty, po ai ta ka caktuar ty dhe mu rëskun dhe çdo krijese në faqe të tokës dhe në gjithësi. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo çështje, kjo pikë që ne shpesh ta bisedojmë me shpirtin edhe mendjen tonë. Me një ajet tjetër, o vëllezër dashur, thotë Allahu kështu: "Wa ma min dabbatin fil ard." Shef prap dabbe e përmend, gjallës. "Wa ma min dabbatin fil ard." Është surja 11:6. Çdo frymor në faqe të tokës, çdo frymor, çdo gjallës, çdo krijesë që është e gjallë në faqe të tokës, illa ala Allahi rizquha. Përveç se Allahu ja ka shkruar atij dhe asaj riskun. Kjo është shumë e rëndësishme që ne sa më shumë t'ja themi këto shpirtit tonë se vërtet është një realitet I cili na ndihmon që ne në raste të veçanta, në raste krize, ta morim atë forcën e motivimit për të vazhduar në vazhdimsi. Pra kur e din se Allahu ta ka shkruar rrezikun, pra vërtet do të zej gjumi ma lehtë. Pse? Se do të bindesh se ajo që është e imja do të vi. Po nëse nuk e kemi këtë, pra është vështirë që ne në rastet ngushtimit të jetës tonë që të mundohemi ta marrim veten tonë dhe të mundemi ta marrim shpirtin tonë, qetësinë tonë dhe rahatin tonë. Po kur e dim unë dhe ti se Allahu na I ka shënuar rrezikun dhe ai do të na vi neve, pra vërtet kjo na qetëson. Risku, o vëllezër të dashur, është dy llojesh. Risku është dy llojesh. Është risk furnizim I përgjithshëm I cili përfshin të gjithë njerëzit. Risk I përgjithshëm që përfshin gjithë njerëzit. Edhe I besimtarin, edhe jo besimtarin, edhe të devotshmin, edhe të prishurin, edhe pra pa asnjë dallim. Dhe ky është risku trupor. Dhe ne këtë e shohim. Allahu ju jep të hanë të pinë si besimtarve si jo besimtarve. Edhe të mirëve edhe të këqinjve. Ju jep smundje njëjtë. Ju jep familje njëjtë. Ju jep pasuri njëjtë. Dhe kjo lloj I parë I riskut që ka të bëjë risku pra trupor. Ndërsa lloji I dytë I riskut është furnizimi I veçantë, e që ai është ushqimi I shpirtit dhe zemrës, ju lutem, që është ushqimi I shpirtit dhe zemrës, që ngërthen dijen, besimin në kategori të ndryshme. Edhe njëherë, cilë është lloji I dytë? Pra, lloji I dytë I riskut, furnizimit, është furnizimi dhe risku I shpirtit. Çfarë ngërthen, çfarë përmban? Pra,
kujt Allahu ja ka dhënë këtë llojin e dytë të furnizimit. Pra ja ka dhënë dijen dhe ja ka dhënë besimin, le ta ditë se ky është rrezku më i mirë me të cilin Allahu mundet ta nderojë një njeri. Nuk themi që rrezku i parë është i panevojshëm se pas mundesh edhe të jetosh. Po ne nuk duhet të ja japim rëndësinë në jetën tonë krye kput lloj të parë të rrezikut i cili është vetëm rreziku trupor. Se ne nuk jemi vetëm trup, por ne jemi edhe shpirt, e ne duhet të japim më shumë rëndësinë rrezikut të shpirtit dhe të zemrës, sepse ai është edhe më i rëndësishëm se edhe rreziku trupor. E që ishte rreziku i shpirtit, dija edhe imani edhe besimi. Allah xhaleshanuhu për vlerën e këtij rreziku të dytë që e ka nderu dhe ja ka dhënë dijen për Allahun dhe imanin në kategori të lartë karshi Allahut, besimin e tij e ka të fortë dhe të fuqishëm, ja ka dhënë këtë rrezik. Shifni se sa është e rëndësishme kjo dhunti, kjo mirësi dhe ky furnizim i Allahut. Allah thotë kështu në surën 65 e 2 dhe 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Edhe kush i friksohet dhe respekton, ka frikë respekt ndaj Allahut, pra kush i bindet mësimeve të Allahut, çfarë do të vi? Pra, lloj i dytë i rrezikut që ka të bëjë me dijen edhe besimin, e ai i cili ju bindet mësimeve të Allahut, çfarë do të kenë të tillët? Allahu thot, lahu makhraja, yaj'alu makhraja. Allahu do t'ja hap atij të gjitha rrugët. Pra a e shifni se Allahu mu dhe ti do t'na hapë rrugët nëse ne kujdesemi për llojin e dytë të rrezikut. E që është pra rreziku i zemrës dhe i shpirtit, që është dija për Allahun dhe besimi pastaj të qenurit i bindur në mësimet e Allahut të lartësuar. Jo vetëm kaq, o vëllezër dashur, vazhdon Allahu i lartësuar. Çfarë na thotë nëse ne na ka dhuruar këtë lloj e dytë të rrezikut? Rrezikun e dijes edhe imanit të fuqishëm. Jo që do të na hapë neve rrugët kur do të jemi në vështirësi të jetës sonë. Jo vetëm kaq. Çfarë thot Allahu i lartë? Thot kështu: "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Subhanallah. Nëse unë dhe ti bëjmë kujdes të marrim më shumë furnizim të shpirtit dhe të zemrës, përveç që Allahu premton që do të na hapë rrugët në vështirësi, ai thot: "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Dhe do ta furnizoj nga ajo anë që ju nuk e kishit paramenduar. Subhanallah. Pra me bindje ndaj Allahut, ne do të fitojmë edhe kënaqësitë e kësaj bote, po edhe të botës tjetër. Pra a e shifni o vëllezër të dashur se vërtet rreziku furnizimi i zemrës dhe shpirtit që ka shumë më i rëndësishëm. Pse? Se kur ne vrapojmë pas furnizimit të zemrës sonë dhe shpirtit me dije, edhe me iman, me besim, automatikisht do të na vi neve edhe rreziku i lloji pari rrezikut që është mirësia fizike dhe trupore. Allah thot, unë do t'jap edhe para, unë do t'jap edhe shëndet, unë do t'jap edhe familje, unë do t'jap edhe edukim, unë do t'jap që të gjitha nëse ju mundoheni që të merrni nga rreziku i zemrës e që është
dija për Allahun edhe imani i fuqishëm të Allahu dhe pastaj të punuarit në praktik. Pa këtë jo. Pa këtë jo. Se dija pa punë është e kotë o vëllezër. Po kur ne do të di për Allahun, ne do të kemi imanin e fuqishëm në Allahun, do të punojmë në jetën tonë, e atëherë do të na vinë të dy rrezikët o vëllezër të dashur. Vazhdon Allah thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dhe kush i mbështetet Allahut, subhanallah, fa huwa hasbuh, i mjafton ajo ati. A shifni bre o të shtrenjtit e mi, se sa ne fitojmë furnizim, se sa shumë ne fitojmë furnizim, nëse ne kujdesemi për furnizimin, pra llojin e dytë të furnizimit, e që është furnizimi dhe rrezku i zemrave tona. Që është furnizimi dhe rrezku i zemrave tona, e që është imani edhe dija për Allahun e lartësuar. Pra, të tillëve ju mjafton Allahu. Ai do të kujdeset për ta dhe familjet e tyre. E çfarë na duhet neve? Na mjafton që ne të mundohemi për furnizimin e zemrës dhe shpirtit ton. Inna Allahe baligu emri. E qëtash, a do t'i fitojmë këto mirësi që i premton Allahu? A ka shibe dikush? Khasha wa kella. Zot na ruaj. Po Allahu që të më bind mua dhe ty, edhe më thellë, edhe më fuqishëm, të më nxit mua dhe ty, që ne të bëjmë kujdes për furnizimin dhe rrezkun e zemrave tona, me dije dhe iman, dhe veprim në praktik me atë mësim të imanit. Çfarë na thot Allahu? Subhanallah. Inna Allahe baligu emri. Sigurisht që gjithçka do të vi me urdhrin e Zotit. Ju mjafton, na thot neve, që ju mjafton që ju të kujdeseni për furnizimin e zemrave tuaja. Ndërsa unë, me fjalë tjera, ju premtoj që do t'ja u jap edhe riskun e trupit, edhe riskun e zemrave, edhe shpirtit. Kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra, sepse Allahu i lartësuar ka caktuar gjithçka. Me fjalë tjera, nëse ju mundoheni dhe i merrni sebebet, shif çfarë na thotë, shif sa bukur. Nëse me fjalë tjera, nëse ju mundoheni dhe i merrni sebebet, i merrni shkaqet, por jo kështu siç thotë Zoti, i merrni ndryshe. Ju lutem, shumë e rëndësishme kjo pikë, shumë e rëndësishme. Ju nuk do të furnizoheni, ju nuk do të mirni mirësi, përveç sa atë sa e ka caktu Allahu. Pse? Se Allahu thot, ka dhe gja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Allahu ka caktu gjithçka. Sun merr ma shumë. Nëse mundohesh mbrapsht, në rrugë të gabuar, të marrish nga furnizimi, nga mirësit e Zotit. Allah thot, nuk do ta marrish atë, se është e caktuar sa të marrish. Mirë po, nëse ne kujdesemi dhe luftojmë, i marrim sebebet për furnizimin shpirtëror me dije,
me besim dhe veprim në pas të ati besimi, ti do ta fitosh atë që ka caktuar Allahu, edhe të kësaj bote, edhe të botës tjetër. Pra, me marrjen e sebebeve, me mundimin ton të furnizimit të zemrës, i fitojmë të dyja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, në një hadith të tij vëllezër dashur na thot kështu: Qad aflaha man aslam. Pra qartë na bën faktin nëse ne e marim dhe mundohemi për furnizimin e zemrave tona. Ai na premton, po ashtu thot, qad aflaha man aslam. Ka shpëtuar ai që ju dorëzua Allahu të lartësuar. Ka shpëtuar ai që ju dorëzua Allahu të lartësuar. Wa ruzika kafafen, ka rësk të mjaftueshëm, wa qanna'ahu Allah bima ata, dhe është i kënaqur me atë që ja ka fal Allahu i lartësuar. E këto kush na bjen? Kush na sjell? Na sjell vetëm furnizimi i zemrave, e që është dija, imani dhe veprimi i mësimeve që na thret imani. Kjo është pjesa e parë, vëllezër të dashur, sa i përket shpjegimit të emrit Allahu të lartësuar Er-Razzaq, furnizuesi, që jemi shëndosh e mirë, inshallah taala, edhe javën e ardhshme do të vazhdojmë pjesën e dytë të kësaj teme, e që është shpjegimi i emrit të Allahut Er-Razzaq, pra furnizuesi. Lutë Allahun xhelle shanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëjë neve të bëjë fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët vërtet i marrin sebepet dhe arrin sukses në furnizimin e zemrave me dije, besim edhe me vepra që i urdhron besimi. Amin. Wa akhru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.